Me ndjenja të veçanta gëzimi, mirënjohjeje dhe respekti, u kremtua 50 vjetori i meshtarisë së Domnosh Gjoljaj, një jubilej rëndësishëm që shënon 5 dekada shërbimi të palodhura në kish, në familje dhe në shoqëri. Kjo ditë e bekuar mblodhi së bashku meshtar, familjar, miq, bashkëpunëtor dhe besimtar të shumt, të cilët erdhën për të falendëruar Zotin për dhuratën e jetës dhe misionit të Domnosh Gjoljaj. Kremtimi nisi me meshën e shejtë, e cila u karakterizua nga një atmosferë thellë lutjeje, falënderimi dhe emocionesh të veçanta. Të pranishmit patën mundësi të reflektojnë mbi rrugtimin e pasur meshtar të Domnosh Gjoljaj, i cili për 50 vite me radhë ka dëshmuar besnikëri për kushtim dhe dashuri ndaj Zotit dhe njerëzve. Në emrin të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Hiri Zotit tonë Jezu Krishtit, dashuria e Hiut dhe bashkimi i Shpirtit Shenjtë, qoftë me ju të gjithëve. Mirë se erdhët të dashur besimtar në këtë festë sotme të familjes sonë. Kemi festën e dy fisht, zemra e Krishtit dhe festimi i meshës së arit të Domnoshit. Në radhë të parë po i përshëndes meshtarët që në kanë ardhur, delegatin e delegaturës saleziane të Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi, Don Gjino Martucci me bashkëvëllezër, Don Prenk Lazrin që do të na predikoj gjatë meshës, Pater Pashkun, meshtarët prej Slovenisë dhe të gjithë meshtarët tjerë. Përshëndes edhe motrat e nderit, në krye me motrën Olga, përshëndes të afërmit e Domnoshit, dy prej vëllezërve erdhen prej Ameriket, po ashtu dajat prej Shqipërijet, e të afërmit nga Malit të Zi. Përshëndes edhe bashkëpunëtor dhe miq të Domnoshit nga Prishtina, pastaj edhe njerëz të rëndësishëm nga politika, ministrin Marash Dukaj, pastaj Selko Grubišić, veleposlanik Hrvatske ambasade, edhe tjerë të ambasadeve tjera. Gjithashtu e përshëndes edhe donatorët dhe miq tjerë të Domnoshit.
edhe të gjithë ju besimtar që keni ardhur për festë. Në fillim të kësaj meshe i kërkojmë Zotit falje për dobësitë tona. Në Ungjil dëgjojmë se Jezusi i thret apostujt, na thret edhe të gjithë ne që të jemi dëshmitarët e Tij. Por shpeshherë nuk jemi të tillë si dëshirojmë. E ndjekim Jezusin, por shpeshherë edhe largohemi prej Tij. Ti kërkojmë falje në fillim të kësaj meshe Zotit për të gjitha ato momente kur ishim të dobët. Po erfehem, ju që gjithë pushtetshëm, ju o vllazën e motra, se kam katë më shumë, në time, në fjalë, në vepra, në dëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim, prandaj po përzihet në mesnari që të konvejgjë, që gjithë njerëzve, shenjtëve, dhe ju o vllazën e motra, që të lutni për mua Zotit Hyjto. Hiu i gjithë i pushtetshëm, pas mëshirë për ne. Na i fal mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Lavdi hyut në lartësi qellore. Të lutemi, o Hy, fuqia atyre që shpresojnë në Ty, vështroje lutjet tona dhe pa ndihmën tënde, ligështia njerëzore s'mund të bëjnë asgjë, na përtri vazhdimisht me hirin tënd, që në zbatimet dhe urdhnimet e Tua të pëlqejnë me vullnet të mirë dhe veprim, në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tënd, që me Ty jeton e mbretëron bashkim me Shpirtin Shenjtë, Hy për gjithë shekujt të shekujve. Lexim prej librit të Daljes. Në ato ditë, populli i Izraelit arriti në shkretëtirë të Sinait. Aty ngulën të vanishtën kundral malit. Mojsiu nxit të hyj, Zoti e thirri prej malit e i tha:
Thuaj kështu shtëpisë e Jakobit, e kumtoi Izraelit. Ju vetë patë se çka u bera egjiptianëve, se si juve ju kam bartur mbi krahët e shqiponjave e ju kam sjell deri tek unë. Prandaj, nëse do të më dëgjoni fjalën e do të mbani beslidhjen time, ju do të jeni ndër të gjithë popujt prona ime e imja është mbar toka. Ju do të jeni për mua një mbretëri priftrinësh e një popull i shenjtë. Këto janë fjalë që do t'ju thuash bijve të Izraelit. Fjala e Zotit. Lexim prej letrës së Shën Palit Apostoll drejtuar Romakëve. Vëllezër, ndërkohë kur ne ishim të pafuqi, Krishti në kohën e duhur vdiq për bankëqit. E pra, vështirë do të pranonte kush të vdes për njeri të drejtë, ndoshta për ndonjëri të mirë, ndokush edhe do të merrte guxim të vdes. Por hyi e dëftoi dashurinë e vet kundrejt neve kështu. Ndërsa ende ne ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. E mbasi tani, ne jemi të çfajsuar me anë të gjakut të tij, është më se sigurt se ai do të na shpëtojë nga dënimi. Pra, në qoftë se u pajtuam me hyjin në sajë të vdekjes së birit të tij, kur ende ishim armiqtë e tij, sa më shumë arsye, një herë të pajtuar, do të shëlbohemi me anë të jetës së tij. Dhe jo, vetëm kaq, ne e vëmë mburjen tonë në hyjin, në sajë të Jezu Krishtit, Zotit tonë, me anë të cilit tani fituam pajtimin. Fjala e Zotit. Është afër mbretëria e qiellit. Kthehuni e besoni ungjillin. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë, kur Jezusi e pa turmën e popullit, ndjeu dhe mshuri për të, sepse ishte në përkëmbër dhe lënë për asdore si delet pa bari. Atëherë u thanë nxënësët e vet, të korrat janë të mëdha, kurse punëtor ka pak. Luteni pra zotërisë të korrave të dërgoj kortar në të korrat e veta. Pastaj Jezusi i mlodhi rreth vetes 12 nxënësit e vet
e u dha pushtetin të mund të dëbojë shpirtet e ndytë dhe të mund të shërojnë çdo smundje e lëngat. Emrat e 12 apostujve janë këta: i pari Simoni që quhej Pjetër, e vllau i tij Andreu, Jakobi i Zebedeo dhe Gjoni i vllau, Filipi dhe Bartolomeu, Toma e Mateo, të ngrabledhës si Jakobi Alfeo dhe Tadeo, Simon Kananeu dhe Judi Iskarioti, ai që e tradhtoi. Shikta të 12 Jezusi dërgoi dhe udhroi: mos shkoni ndër pagan, as mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve, por shkoni më mirë te delet e humura të shtëpisë së Izraelit. Gjatë udhëtimit predikoni: mbretëria e qiellit është gjatë, shëroni të smurët, ngjallni të vdekurit, pastroni të gërbulët, dëboni djajt, falas morët, falas edhe jepni. Fjala e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. I dashur dënësh, unë ende nuk e kam kuptue pse e ke bën këtë zgjedhje, sepse nuk jam në mesin e meshtarëve të cilët te kam njohur shumë. Gjithsesi të falenderoj, sepse është nder i madh për mua të jem këtu në Podgoricë me të gjithë ju vëllezër e motra, populli i shenjtë i hyjt, në arqipeshkvinë shekullore të Tivarit në Maltëzi. Ju përshëndes ju të dashur meshtar, ju që ju kushtuat Zotit me kushte rregulltare. I përshëndes të gjithë ata që po shërbejnë rreth altarit, ju antar të korit dhe të gjithë muzikantët, ju që jeni këtu me ne në këtë ditë, e cila është festa e artë e Domnoshit. E në mënyrë krejt të veçantë, ju përshëndes ju dëgjues të Radio Marisë në të 4 anë të botës, të cilve Domnoshi ju shërben vite më radhë, në mënyrë besnike. E sot me të gjithë ju, jemi duke falenderuar Zotin dhe duke u lutur se bashku për Domnoshin, e për të gjithë meshtarët të cilët zemra e Krishtit i ka thirrë për t'i shërby popullit të Zotit, tek të cilët Zoti i ka dërguar. Në kohën e kaluar, Domnoshi shugurimin e vetë meshtarak e ka festuar në intimitet. Por këtë vit është e drejtë të përjetoj këtë rast duke bashkëndar me pjesëmarrje me të gjerë, me të gjithë të afërmit dhe të dashurit të tij, këtë ditë në shenjë. Faleminderit vëllezër e motra, të afërm të Domnoshit, që jeni këtu sot në 50 vjetorin e meshtarisë së meshtarit tonë. Me lejoni t'ju drejtoj një përshëndetje shumë të veçantë përfaqësuesve të inspektorit të vëllezërve Salesian të Slovenisë, atyre që kanë ardhur prej Kroacie. Dëshiroj ta përshëndes Don Gjinon, delegatin për Shqipërinë, Kosovën e Malin e Zi. E përshëndes atë pashkon e prorin e vëllezërve franceskan në Shqipëri. E në mënyrë krejtësisht të veçantë,
E përshëndes Imzot Zev Gashin, arqipeshkëv në pension, i cili është këtu i pranishëm në këtë kremtim solemn. Në shkrimin shenjt, na treguohet një çast entuziazmi në të cilin Isaia profet klithi: gëzohuni e galdoni së bashku rrenojat e Jerusalemit, sepse Zoti po e ngushëllon popullin e vet, po e shpërblen Jerusalemin. Këto fjalë të Isais profet me duken të përshtatshme për këtë kremtim që na bashkoj sot në festën e zemrës së Krishtit dhe në kishën e zemrës së Krishtit këtu në Podgoricë, në 50 vjetorin e shugurimit meshtar të Donushit ton të dashur. Jam thellë i bindur se gëzimi që Donushi kishte për dhuratë që e mori meshtarin prej hyjit, në vazhdimsi ishte forca në thellësi e cila e lëvizi ekzistencën dhe shërbesën e tij baritore. Pasoja të këtij gëzimi, të cilin Donushi e kishte në zemër, pasoja të kësaj dashurie për Zotin dhe të këtij përcaktimi të plot për te, nuk vonuan shumë që të bëhen të dukshme përpara syve të gjitha tyre njerëzve të cilve Donushi filloi të shërbente. Kur zotri Donushi erdhi këtu në Podgoricë, kjo kish në ato kohra, sa na përket neve si shqiptar katolik, ju përngjante në një farë mënyrë rrenojave të Jerusalemit, sepse pikrisht atëherë, kur filloi veprimtarin meshtari ynë dhe fal veprimtarisë së tij, ky vend për një herë u shndrua në një vend beteje, në të cilin e keqja me plumba që dilin prej grykës së armëve me të sofistikuara, dëshiron të ta vriste të mirën. Mirë po, Donushi nuk u friksua. Ishte i bindur se e mira do të korte fitore, dhe me qëndrueshmërinë e tij, pa u trembur fare, duke dëshiruar që nëse është nevojshme të flijohej për Krishtin të cilit ja kishte dhënë jetën, e në të cilin kishte besuar, e ai ja kishte besuar këtë bashkësi me vëllezërit e motrat që shërbyen vazhdimisht këtu, korrë një fitore aq të madhe, sa që këtë vend, këtë kish që e urrenin shumica e madhe e njerëzve që jetonin në këtë vend, e shndrua në vend të diturisë dhe të përparimit, duke e bërë vend të dashur për të gjithë. Fjalët, gëzim, dashuri dhe përcaktim të cilat i përdora që në fillim të këtij predikimi, nuk janë asgjë tjetër përveç se fjalë të cilat e tregojnë zellin e madh dhe bukurinë meshtarake të cilën e jetoi Donushi, i cili filloi ta pasuroi kishën tonë në të 4 anët e globit me dhuratat e Shpirtit Shenjtë, të cilat ja dhuroi në mënyrat më të ndritshmet. Ju kërkoj falje, por unë sot nuk guxoj të flas shumë për veprimtarinë e Donushit në mbar Kosovën, me konkretisht në Prishtinë,
sepse kam frikë se pas meshe, dikush prej intelektualve të cilët janë këtu të pranishëm, do të thotë të gjithve, ky prifti që e pas ka zgjedh Donoshi për të folur nuk po e njeh ka mirë, sepse Donoshi ka shumë më shumë merita dhe vlera, të cilat ky nuk i pas ka zbuluar fare. E çka do të thënin studentet e atyre breznive që u rriten të mbrojtur prej shpatullave të Donoshit, që duke zbuluar figurën e madhe të Imzot Pjetër Bogdanit, arqipeshkvit ton dhe veprimtarinë e tij në Prishtinë dhe në mbar popullin ton, famullinë e Prishtinës e shndruan në qendër të shpresës, që në kohët e errta për popullin ton në Kosovë, e kështu vendin në të cilin zot shtëpia ishte Donoshi u bë vend drite, e cila shëndriste në të katër anët me botimet e shumë llojshme që askund tjetër, as që i shkon të ndërmend do kujt që të botoheshin. Fal lidhjeve familjare që Donoshi kishte medajat e vetë në Pietrëshan, në Shqipëri, Donoshi u bë veshgues i asaj kishe që jetonte në heshtje në tokën e premtuar kur rrjedh qumsht e mjaltë, në të njëjtën mënyrë si kurse Mojsiu përpara hyrjes së Izraelit në tokën e premtuar shkuan për të vrojtur atë tokë të cilën Zoti ua kishte dhënë. Kështu veprimtaria e dukshme e Donoshit, jo vetëm në Prishtinë, na zgjoi të gjithëve nga gjumi, sepse ai na bëri të kuptojmë se secili në vendin e vet dhe në punën e vet ka mundësi pak a shumë ta bëjë të njëjtën gjë. E kur erdhi e keqja, koha para dhe gjatë luftës në Kosovë, kur dikush për brenda mendonte se ne si kish nga Afrika duhet të mbylleshim e të jetonim të fundosur në kështjellat e friksimeve tona, në kundërshtim me fjalën e Krishtit që thot: kush do ta ruaj jetën e vet do ta humb, e kush do ta bjerr jetën e vet për shkaktim do ta rifitoj. Donoshi me guxim të jashtëzakonshëm u ngrit dhe na tha të gjithëve: nuk guxojmë ta mbyllim kishën në sakristi. Sa fjale madhe, çfarë frymëzimi, nxitje jetëdhënëse e cila na frymëzoi dhe nuk na lejoi të dështojmë në kohrat kur kërkohej të jemi ose mos të jemi, kur ishte domosdoshme dëshmia e kishës sonë, edhe pse kohrat ishin shumë të rrezikshme dhe shumë të vështira për mbar popullin ton. Faleminderit Domnosh për dëshminë dhe burrinë tënde që e tregove në kohrat më të vështira në mesin ton. Por sot dëshiroj në emër të gjitha atyre që nuk të kanë kuptuar ty, as nuk e kanë kuptuar momentin historik të kohës, të kërkoj falje për të gjitha të padrejta të mëdha dhe të vogla të cilat i kemi bërë. Donosh, duke shikuar harkun kohor të 50 viteve të mështarisë tënde,
Në profilin tënd si meshtar na paraqitet njeriu i gëzimit dhe i bukurisë, i cili sipas prirjeve që i kemi sot nuk është edhe aq i dobishëm. Ndoshta pikrisht kjo është arsyeja pse profili i meshtarit është zbehur në imagjinatën e përbashkët të popullit në përgjithësi, por edhe të vetë besimtarve në veçanti, dhe duket se nuk tërheq me pas vetes askënd, sepse gëzimi dhe bukuria e fjalës sot zëvendësohet me gjëra tjera të padobishme dhe lirisht mund të themi shkatërruese, që janë funksionaliteti, përfitimi, shpejtësia e gjëra tjera, të cilat na kanë zhveshur nga ajo përvojë të cilën ti e mishrove si meshtar, e që është e nevojshme si buka që ham, si ujë që pim, dhe si ajri që thithim. Pa gëzimin dhe pa bukurinë e fjalës të cilën ti në vazhdimsi e shpalle dhe e shpall, njerëzit do të ktheheshin mbrapa, do të vyshkëshin, do të zhyteshin në unin e tyre dhe do të mësoheshin me një gjendje që i le pa dëshiren me të thellë që i përket njeriut, e që është dëshira për të lindë përsëri në secilin moment në vazhdimsi. Të dashur vëllezër e motra, këtë zell Donushi e muri në një ftesë të vetme, e muri nga një thirrje që i erdhi prej së larti, pas të cilës në një farë mënyre njerëzimi i Donushit ra për tokë. Këtë gjëna tregon në mënyrë të qartë Shën Pali Apostull kur thot: ne nuk predikojmë vetveten, por Jezusin Zot. Dhe vazhdon Shën Pali: por ne e mbartim këtë visar në enë argjile. Po, kjo është e vërtet, sepse prifti është një shigjet në harkun e të ndosur, midis lartësisë së një emri që nuk shqiptohet dot, e që është emri i hyjit, dhe brishtësisë së gjendjes së tij njerëzore, e cila nuk e përjashton nga dështimet, rrenjët, padënësit të cilat secili njeri i ka në vetvete. Forca e meshtarit qëndron në bashkimin e vetëm të hyjnorës me njerëzoren dhe asnjëherë pa njëra tjetrën. Nëse meshtari do të ishte vetëm dëshirë e pastër për hyjin dhe absolutin, ai do të rrezikonte të duke i zbehur në sy të njerëzve të kohës në të cilën jeton. Nëse meshtari do të shënohej vetëm nga kufizimet njerëzore, do të përfundonte për të dukur i papajtueshëm me misionin e tij. Meshtari gjithmonë është i gjetë në harkun e të ndosur midis hyjit dhe njeriut, midis dëshirave dhe nevojave, mes lartësisë dhe skëterrës, mes hyjnorës dhe njerëzorës. Këto forca kundërshtuese mes tyre janë të përqendruara në personin e priftit, dhe kjo është ajo që priftin e bën në të njëjtën kohë sublim dhe të brisht. Pse ka nevojë edhe sot e kësaj dite bota për meshtar, e jo vetëm për punëtor, mjek, politikan, arkitekt e tjerë. Bota ka nevojë për meshtar sepse jeta njerëzore nuk ruhet vetëm me një kusht. Nëse jemi në gjendje tu mësojmë njerëzve dashurinë e Zotit,
siç na mëson Zoti ynë në Ungjil, sepse ai na thot: ju, të gjithë ju që jeni duke dëgjuar këtë fjalë, jeni kripa e tokës. Ju që jeni duke me dëgjuar, të gjithë që jeni këto, jeni drita e botës. Kripa shpreh atë që jep shije dhe gjërave u jep roje. Pas Zotin, gjithçka të dashur vëllezër e motra bëhet e amsht, e zbet, gjithçka humb ngjyrën dhe bukurinë që ka. Arsyeja pse meshtari është i nevojshëm gjithmonë është se ai e ruan njerëzimin që është në rrezik për ta humbur plotësisht ndjeshmërinë, të cilën njeriu t'ia dhuroi vetëm Krijuesi. Drita tregon se në errësirën e sotme Ungjilli mbetet llambë që ndriçon rrugën tonë të pasigurt, duke ndriçuar aq sa duhet për të vazhduar ecjen. Gjëja që të bën të mendosh është se Jezusi bashkë biseduesve të tij ju drejtohet në shumës. Dënoshi fatmirësisht mësimin e Jezusit e kuptoi plotësisht dhe mirë që në fillimin e meshtarisë së tij. Ai e kuptoi të vërtetën: nuk mund të jesh meshtar vetëm, sepse meshtaria është ushtrimi i një shërbese që është rrënjësisht e përbashkët, se ju përket të gjithëve, edhe atyre në Maltëzi, edhe atyre në Kosovë, edhe atyre në Shqipëri, edhe atyre në Amerikë, edhe atyre kudo që jetojnë, sepse nuk ka as herënj, as udhëtar të vetmuar. Forma e shërbesës së meshtarisë është vetëm ajo e bashkësisë. Për këtë arsye, meshtari ju përket të gjithëve. Përndryshe, rrezikojmë një ecje vetjake, egoiste, që nuk arrin të nxjisë as formimin, as rritjen e bashkësisë. Sot jemi duke falendëruar Zotin për ty domnosh, për 50 vjet të shërbimit tënd meshtarak. Te falenderojmë që u bëre shembull bindës dhe dëshmitar besnik për ne. Pasi që në fytyrën tënde, edhe atëherë kur ishe hidhruar gjithmonë shkëlqen të gëzimi, ky gëzim u bë në zemrat tona dëshmitari ndërgjegjës sate të pastër. Ti me gëzimin tënd e tërhoqe drejt teje dashurinë të gjithëve. Shumë njerëz, jo vetëm katolik, erdhen te ti për të bashkëpunuar me ty, sepse i ma gjepste gëzimi dhe dashuria jote. Dënosh, unë mendoj se kjo është e vërteta e jetës sate si meshtar. Sot e në vazhdimsi lutemi për ty, por njëkohësisht lutemi edhe për të gjithë ata që do të ecin në rrugën e këtij gëzimi, të këtij përcaktimi dhe të kësaj dashurie që nuk janë asgjë tjetër përveç se bukuria e tij që e dhuron vetveten. Zoja ndihmtare që të shoqëroj ty në rrugët e kësaj të vërtete. Le ta vazhdoj shoqërimin e saj për ty, por le të na shoqëroj edhe të gjithë neve që me ndërmjetësinë e saj, në vazhdimsi, të mrim në atë banesë të cilën Zoti e ka përgatitur për ty e për të gjithë ne. Amen. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Besojnë një hytë e vetëm, atin e gjithë pushtetin, krijuesin qiellit dhe tokës, të gjitha sene që shiten e nuk shiten, besojnë në Jezu Krishti, vetin birin e Hiut, të lidhur prej Atit, gjithë shqipëve, vetë prej Hiut, drejt prej drejtës, i vërtet prej Hiut i vërtet, i lindur e krijuar, i qendis me Atin, rrëti, të gjitha senet, hapën një jetë, zhvillimin tonë, të Krishtit, të mëshruar për të Krishtit qenë, Vëllezër dhe motra, në ditën kur I falenderojmë Zotit për 50 vite të priftërisë së Domnoshit Xholjajt, I drejtohemi Zotit me lutjet tona, të sigurt që Zoti të na I dëgjojë lutjet tona gjithmonë, e sidomos në këtë kremtim solem në mbështetjen e shërbëtorëve të Tij. Për Kishën Universale dhe për Papën ton Leonin e 14, që të vazhdoj të jetë një udhëheqës I fortë shpirtënor, plot me dashuri, plot me paqe dhe lumturi të shenjtë, të fryqme, me thirrje të reja dhe të udhëheq me mençuri rrugën e popullit të Zotit. Të lutemi. Të lutemi për meshtarin ton Don Noshin dhe mbar familjen e tij, që duke festuar këtë 50 vjetor, të ndjej përkledhjen dhe bekimin e Zotit për të gjithat e mirat që kam bjell dhe ngushëllimin e shpirtit shenjtë në shërbesën e Tij të përditshme. Të lutemi. Për bashkësinë tonë famulitare saleziane, që shembulli I përkushtimit dhe këmbguljes së Don Noshit të frymëzojë tek secili prej nesh dëshirën për t'i shërbyer Ungjillit dhe që familjet të dinë të mbrojnë dhe të inkurajojnë thirrje të reja. Të lutemi. Për secilin prej nesh, edhe për të gjitha ata persona që I kemi për zemër, të gjithë priftërinjt, motrat dhe të gjithë besimtarët tanë katolik, që gjithmonë të jemi të Krishtit dhe të ecim gjithmonë përpara me guxim dhe forcë ka shenjtërimi drejt Zotit ton, që është dashuri e vërtet. Të lutemi. Që të gjenë gjithmonë në Eukaristi, në mesh dhe në lutje, burimin e zellit ton baritar dhe të mbështetemi nga dashuria dhe aftësia shpirtënore e besimtarëve. Të lutemi. Ti kujtojmë edhe ata që janë të sëmur dhe të vetmuar, për të gjithë të rinjtë që kanë devijuar në jetë, për të gjithë të harruarit, që lutja jonë dhe ndërmjetësimi I Shën Gjon Boskos t'i mbush me ngushëllim dhe t'u dhënë hiret e veta. Të lutemi. Për të dashurit tanë të vdekur dhe në veçanti për prindërit dhe antarët e ndjerë të familjes së Don Noshit, që kryeprifti I përjetshëm t'i mirëpres ata në liturgjinë qiellore, ku nuk ka me dhimbje, por veç gëzim dhe paqe. Të lutemi. Prano, o atë lutjet që kisha jote I drejton me gëzim dhe me fe të gjallë në këtë ditë feste, I urojmë Domnoshit hirin tënd
për të vazhduar të shërbej me të njëjtin entuziazëm dhe dashuri si 50 vjet më parë në për Krishtin Zotin ton. Kelku i verës dhe patena me buk. O Zoti dashtun, po t'i ofrojmë kelkun e verës me paten me buk, me kremtimin ekuaristik, shënon kulmin e pjesëmarrjes son në sakrificën e Krishtit. Vera dhe buka përmbajtur këtu është shenja e kremtimit dhe gëzimit të kësaj dite. Ne ta paraqesim ty, Zot, që të bëhet gjaku yt dhe kokrat e grurit le të bëhen buka jetës së pasosur dhe të falenderojmë për donoshin që është buka e personalizuar e jetesës tënde, si dëshmi për të gjithë ne. O Zot, të falenderojmë që dhe mashtarit tonë Salezian Donosh Gjolaj dhuratën e shëtrimit të bukës ekuaristike. Qiriu i ndezur. Donoshi ishte, është dhe do të jetë qiri i ndezur, gjithmonë për gjatë të gjithë këtyre viteve, si kremtimin e jetës, jo vetëm për vete, po për shumë të tjerë edhe për ne, ta ofrojmë si një dhurat gëzimi. Pra, dritë si element natyror, që gjithmonë ma gjeps, jep siguri, një shenjë të një pranie të gjallë. Ta ofrojmë ty, Zot, që ti që je drita e vërtet, ta mbështjellësh shërbysin tënd, më shkëlqimin tënd, që ai donoshi të jetë një dritë që ndriçon rrugën e kaq shumë vëllezërve dhe motrave. Ti ofrojmë, o Zot, edhe lulet. Me larmin dhe bukurinë e tyre, na kujtojnë dhe dashurinë e donoshit, për natyren që ti e ke krijuar, edhe larmin apo diversitetin ton, i cili përmban harmoninë e krijimit. Shtolla dhe meshtoria, ne të ofrojmë, Zot, këtë veshje meshtarake, priftërore, si shenjë të përkatësisë son dhe kishës. Mirënjohjes ndaj teje që na ke dhuruar donoshin dhe mirënjohjes ndaj përkushtimit meshtarak që i ka kushtuar jetën të gjithë popullit ton në shërbim dhe shenjtërimin të secilit person për ty. Edhe në fund ke menu me adhuru donoshit ke celen. Po. Një ke celet bukur se ta jetën na ka shërby, na ka fol, na ka gatu me mendimet bukra. Vazhdoj me shenjtë.
Lutë o vllazën e motra, që flime dhe e juja, të dalë të pëlqyshëm për ajhjut, atit të gjithë pushtetshëm. O hy, ti me bukën e venën, na jep shujtën që na ushqen, dhe sakramentet që e përtrin, mos na le kur, po të lutemi, pa këtë ndihmë të trupit e për shpirt, në për Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me juve. Ti lartësojmë zemrat, të falenderojmë Zotin hyun ton. Për një mend është punë ndaj dhe e drejtë. Ajo detyra jonë dhe për një shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë dhe gjithkund, ty, o Zot, ati shenjtë, hyjë gjithë i pushtetshëm dhe amshushëm. Kemi njohur, o Zot, madhërinë tënde të pakufishëm, kur neve të vdekshem në erdhën në ndihmë me hyjnin tënde, të madhrojmë gjithashtu, sepse e gjete barin për vdekjen tonë, nëpërmjet vdekjes së birit tënd dhe ne të humbur në Adamin, në shpëtove në për Krishtin Zotin ton, në për të adhurojnë madhërinë tënde fuqitë angjëllore, që për amshim galdojnë në pranin e ftyre sate, me të potlutim i bete marrim pjesë edhe zemrat tanë, që të shoqëruar në galdim, po të themi. Me të vërtet je shenjtë, o Zot, e burimi të shenjtërie, ty pra po të lutim e shenjtë roket e ullurata me hirën e shpirtin tënd, që të banë për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai, ku vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoi, e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të lijohet për ju. Po ashtu pasu krye darka, mori edhe kelkun, pësrit e falenderoi, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do derdhet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve, bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë.
Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljes së birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutim me përvojtëri që Shpirti i Shenjtë na bashkojë në trup të vetëm, të gjithë ne që po morrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bie në mend o Zot për kishën tënde të shpërndar në katërën të botës, për sosën e dashuri, bashkë me papen ton Leon, me peshkvin ton Rokun dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjerë në mend edhe për vëllezërit tanë e motrat tona, për të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, në veçanti po të i paraqesim Peter Zevdabović, Kol Pashka e Tonin Mangaj, Djelush Mirashje Prenkoçaj, Nikol Deda Prenkoçaj, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Virgjer hyllindëse, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtrit apostoj e me të gjithë shenjtrit që gjithë herë të pëlqyen, që të madhërojmë dhe të levdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o aty gjithë i pushtetshëm, në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qoftë donërim e lavdi për gjithë shekujt të shekujve. Amen. Si bit e bijat e Zotit, marrin gëzim të thomje uratën e Jezu Krishtit. Atyn. Në liro po të lutemi o Zot për gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde, na jep paqen e ditë tona. Në sajt e mëshirës sate, do të lirohem për gjithmonë prej mëkatit e do të jemi të sigurt për çdo trupullimit, duke pritur shpresën e lume, ardhmën e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Ti o Zot je mre, ti je pushteshëm, ti je lumtur në mëshirë. O Zot Jezu Krisht, ti që ke thënë apostujt e tu, pu la paqë, poja paqen time. Mos i shikom katet tona për fenë e kishsate, jepi asaj sipas vullnetit tënd paqë dhe bashkim, ti që jeton e mbledhnon në shekujt të shekujve. Paqja e Zotit qoftë për herë me juve. Jep një njëri tjetër shenjën e paqes dhe të pajtimit. Që Jezu Krishti, që e qenë gjihjut, që e që shtym katët e botës, të lumë të ata që të grishën gostin e qelgjit.
të lutemi. O hy, vetë që ky kugim që murme, shenjë e bashkimit të besimtarëve në ty, të na sjell një njësi në kishën tënde në për Krishtin Zotin tonë. Vetëm do lajmërimet e shkurtëra. Së parit i falenderohem do më prengt se ka përmirësuar gabimin tim, se unë në fillim nuk e përshëndeta musafirin më të lartë, Monsinjor Zevgashin. Tash vetëm disa fjalë, nuk do t'ju spjegoj shumë lidhur me këto lajmërime, ndaljet kishës si më errni e lexoni, vetëm se tash pas meshet mos ikni në shtëpi, por keni pa në hyrje të kishës, është e përgatitur tash vazhdon festimi jashtë. Do të thënë të gjithë mbesim aty. Musafirë të veçantë që keni fituar thirrjet, i keni atje në krah të djathtë, ato Kariga dhe atje Rini, kurse të tjerët Majtas. Është dihet edhe pak si nxehtë jashtë, pijet do t'jenë gati. Nesër fillon oratori veror për fëmijët e shkollës fillore, i cili zgjat 2 javë. Fillon për çdo ditë në ora 9 dhe përfundon rreth orës 1:30. E për çdo të premte shkohet edhe në det. E të shtunën është në Shkodër shugurimi me shterak i Salezianit Altion Roku në katedral në ora 11. Tash japim fjalët Markut Lulgjuraj. I dashtuni dhe i nderuarit dënosh, në momente kur pothuaj të gjithë bashkëvendasit dhe moshatarët të juaj nisën të ndrojnë për formimin e familjes apo për krijimin e kushteve të një jetës më të lehtë diku në fush, dhe pothuaj të gjithë ata u bën antar të Partisë Komuniste aktuale në kohën e fëminisë dhe rinisë të juaj, ju e ndjet thirrjen të bëheni meshtar, e ndjet thirrjen të shërbeni Zotit, popullit të vetë dhe vlerave të larta të cilat të partë tanë na i lanë në trashëgimi. Është masë e logjikshme se 78 vjet jetë apo 50 vjet meshtari nuk mund të përshkruhen në vetëm disa minuta, por gjithsesi do të më lejoni t'i cekim vetëm disa nga fakte nga biografia juaj. Të nderuara shkëlqësi, të dashur miq, Don Noshi lindi në vitin 1948 në fshatin Kshev, grudjan i Malësisë së Madhe, i biri i Leks dhe Mares Gjolaj. Pas përfundimit të shkollës fillore, me bekimin e prindërve dhe ndërmjetësimin e patrdecës në atë kohë famulitarin e Grucë, vazhdoi shkollën e mesme në Kroaci. Kur vendosi pa dyshim të ndjekin hapat e Don Boskut, këto hapa e çuan drejt Slovenisë, ku në Ljubljan përfundoi fakultetin e teologjisë dhe siç e ndëgjuam gjatë predikimin, atje pikërisht në Ljubljan edhe u shugurua për meshtar. Po ashtu në Ljubljan shërbeu vitin e parë meshtarak, nga viti 1976 deri në vitin 1977. Vetëm pak vjet para aty është ndërtua kisha në të cilën jemi ne të gjithë tani, dhe ne themi se ajo është rindërtua si famullia e Podgoricës, dhe nga momenti i rindërtimit të saj, ajo udhëheqet nga salezianët tanë të dashur. Dhe shqiptarët e Podgoricës, majsorët të cilët kanë zbrit në Podgoricë dhe rrethonat e Podgoricës në ato vite, kanë pas fat me fitua një meshtar dhe vetëm pak vite pas një famullitar, i cili filloi të kremtoi meshën shajte në gjuhën shqipe në Podgoricë përsëri mbas shumë vitesh. Don Noshi qëndroi në mesin e familjeve tona deri në vitin 1992. Nga ky vit deri në vitin 2006, Don Noshi kje si ndëgjuam në predikim famullitar i Prishtinës. Në këtë periudhë, përveç rezistencës ndaj regjimeve të ndryshëm politik, Don Noshi së bashkut
me rinin e Prishtinës dhe studentat e Kosovës, fillohu botimin e revistës Shpresa, të rëndësishme për popullin tonë në atë kohë sa vetë emri i saj në tregon. Po atë thunë, gjatë asaj periudhe ka botua afër 60 librash, nga të cilët një numër i konsiderueshëm e ka shkruar vetë Donoshi, kryesisht në sferën e psikologjisë. Dhe këtu vim të modestia e Donoshit. Jam i sigurt se krejt pak nga ne e dim se përveç fakultetit të teologjisë, Donoshi ka përfunduar dhe studimet e psikologjisë. Dhe kur e ndëgjojmë zënin e tij në Radio Marin, apo kur e shohim Donoshin në TV Bujnë duke çmuar ëndra, ose na duket ne se po zgjat në predikim, në ato momente nuk na flet vetëm Donoshi meshtari ynë, na flet dhe Donoshi psikologu ynë, i cili me këtë dhënti të Zotit e ka ndihmuar një numër jashtëzakonisht të madh të familjeve dhe të individëve në momente të vështira të jetës tyre. Dhe si që thanë, është shumë e vështirë me i numërua gjitha pik nga pik dhe asë nuk kemi kohë se Don Janezi e Don Leka kanë porosit mos me zgjatë. I dashtuni Donosh, sot shihet se shërbimi juaj në Podgoricë dhe në Prishtinë nuk ishte thjesht vendimi i prorëve të juaj. Ai ishte më fort vullneti i Zotit që në vitet më të vështira për popullit tonë, në dy kryeqytetet, pra në Podgoricë dhe në Prishtinë, ta kemi një prift, një meshtar i cili është guximtar, i cili nuk lëkundet si fryn era. Një thënie e vjetër thot se kur kush nuk bëhet profet në fshatin dhe në mes të popullit të vetë. Ama Donosh ju jeni dëshmi e gjallë se me ndërmjetësimin e Zotit edhe kjo është fare lehtë e mujtun. I dashtuni Donosh, neve na metet vetëm t'ju premtojmë se do të lutemi Zotit për shëndetin tuaj. E na t'ju përshëndesim me fjalët e të parëve tanë. Rënoshi sa amalet e malësisë të cilën ju kaq shumë e doni dhe në mesin tonë. Ju në këtë famulli kini kaluar vitet e para dhe më të vështira të meshtarisë dhe në këtë famulli përsëri nga viti 2006 po i kaloni dhe gëzoni vitet e pensionit së bashkut me fëmijët tanë. Prandaj ju lutena të afriteni dhe t'i merrni 3 dhurata simbolike nga Këshilli Pastoral i Kishës, nga ministrantët tanë dhe nga grupi i famullisë tonë Feja e Gjallë. Në emën të mbar famullisë, urime gëzuar dhe Rënoshi. Vetëm e kam një fjalë, me thënë faleminderit. Zoti qoftë me juve. Ju bekoft ju i gjithë i pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti i Shenjtë. Me shumë ndihmoft, shkonin paqë e kaloshi ditën me Zotin.
Pas meshës, programi festiv vazhdoi me njësor përshëndetjesh, kujtimesh dhe fjalesh urimi nga bashkëvëllezërit meshtar, familjar dhe miq e të afërm. Të gjithë vlerësuan kontributin e jashtëzakonshëm të Don Nosh Gjolaj në jetën shpirtërore, kulturore dhe shoqërore të komunitetit, duke e theksuar shembullin e tij të përvujtërisë, urtësisë dhe shërbimit të pakushtëzuar. Programi u pasurua me interpretime artistike, muzikë dhe momente festive, të cilat i dhanë kësaj ngjarje një ngrohtësi të veçantë familjare. Në vazhdim, për të gjithë të pranishmit u shtrua një koktejl vllazëror, ku mes urimeve, bisedave dhe kujtimeve të bukura mbretëroi një atmosferë gëzimi dhe mirënjohje. Ky jubilej art mbetet një dëshmi e gjallë e dashurisë dhe përkushtimit të Don Nosh Gjolaj ndaj misionit të tij meshtar, duke e falendëruar Zotin për këto 50 vite shërbimi të frytshëm të gjithë të pranishmit. I uruan Don Noshit shëndet, paqe dhe bekime të shumta për vitet që vijnë, në mënyrë që të vazhdojë të jetë dritë, udhërrëfyes dhe shembull i besimit për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Po t'i flisja gjuhë të njerëzve e të engjëjve, po të mos kisha dashurin, po të isha por si bronzi që kumbon, e por si cimbali që t'inglon, po ta kisha dhuratën e profecisë, e të dija të gjithë misteret, e të gjitha diturit, po ta kisha dhe fenë plot, me të cilën të mund të ndërroj vend maleve, por po të më mungon të dashuria, zë të isha asgjë. Po të ndaja dhe mosh mbar pasurin time dhe po të jepja trupin tim të digjej, por po të më mungon të dashuria, nuk do të më vlente asgjë. Dashuria është zemërgjer, është të dhimbshme, dashuria nuk ka smir, nuk bëhet më të madh, nuk krenohet, nuk është e panjerëzishme, nuk kërkon interesin e vet, nuk i dhurohet. Nuk e mban mend të keqen, nuk i kënaqet pa drejtësisë, por i gëzohet të vërtetës. Arsyeton gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka, duron gjithçka. Dashuria nuk mbaron kurrë, profecitë mbarojnë, gjuhet shuhen, njohurit marrin fund, sepse njohuria jon është e kufizuar dhe kufizuar është profecia jonë. Por, në të arri përsosmëria, që është e kufizuar do të marrë fund. Kur isha fëmi, flisja si fëmi, mendoja si fëmi, arsyetoja si fëmi. Kur u bëra njëri pjekur, fjaka që i përket fëmiris, vërtet, tani shikojmë si në pasyrë, e në mënyrë të errët. Por atëherë, do të shohim faqe faqas. Tani njohuria ime është të kufizuar. Atëherë do të njoh plotësisht si që jam njohur. Tani veç mbetet feja, shpresa e dashuria. Këto të trija. Por së më e madhja ndër to është dashuria. Kjo Vlutu Krishti e zakonisht mirënjohja shpreh në shumë mënyra, nga njëherë me dhurata, e ne sollëm nga matan kofinit vetëm një tufë me lule, për të thënë Don Noshit, nipit ton, faleminderit. Faleminderit sot e mot, sepse kur ne ishim të zhveshur, ai na dërgoi rroba që të dukeshim hishim nër të tjerë. Kur syt tanë nuk mund të kalonin nga telat me gjemba që quaj klon, e kur vesh tanë ishin shurdhum nga propaganda komuniste, ai nga Italia në vitin 1976 na qoj televizorin më të mirë të Shkodrës. Kur populli shqiptar i indoktrinum e gjuën të qiellin me gur, ai na dha bekimin, na dha kurajon dhe na forcoi besimin në Jezusin. Prandaj, Don Noshi në këtë përvjetor të 50 të urojmë shëndet e të mira.
lumë këta që të kanë, lumë komuniteti, e krenari për dajat e tu ma tanë kufini në Shqipëri. Faleminderit. Ju uroj mirë se ardhjen të gjithëve, po e përshëndes Monsignor Rokun, i cili erdhi tash pas meshet, në meshin përshëndeta edhe tjerë. Faleminderit të gjithëve që kontribuan për këtë festë të madhe. Ka shumë njerëz që janë shumë njerëz që duhet i falenderoj. Marian Camaj me ekipin e përgatitjes së ushqimit, i cili tash na pret këtu se disa akoma sfituan, disa po. Pastaj antar tjerë të Këshillit Baritor, të grupit Qoftë u Duar Krishti, me Gjokën Hasanajt që pastruan oborrin e kishës një 2 ditë, jo des, edhe oborrin me pastru, pastaj edhe me përgatit këtë gjë. Pastaj gratë që erdhen për të pastruar kishën, morgeshat për pastrimin dhe zbukurimin në kishë, Agron Gorvokaj për frigoriferin, dhe të gjithë juve që sot ëmbëlsira ose pije, se diçka tjetër, e në veçanti Nikola Pecović, që në dha torten, ëmbëlsirat e pijet. Faleminderit të gjithëve që keni kontribuar që kjo festi jetë sa ma e bukur. Në këtë mënyrë, treguat mirënjohjen tuaj ndaj Dondoshit për gjithçka çfarë ka bërë dhe çfarë ai bën në këtë famulji edhe më gjerë, sepse ai është i juaj dhe gjithmonë në disponim për bisedë kur keni nevojë. Ky festim sot ishte madhështor, por vazhdojmë edhe këtu jashtë. Donoshi nuk pati thatë të ketë meshën e parë, sepse nuk ju dhatë ta ketë këtu në gjuhën shqipe. Tash për 50 vjetorin kemi përmirësuar këtë gjë, ishte gjithçka shqip, edhe pse jemi këtu të bashkum edhe shqiptar, edhe shkije unë i pari. Okej, gëzuar Donosh. I nderuar kryebariu ynë Zot Rok Zonleshaj, të nderuar mestar, motra rregulltare, besimtar të dashur, miq dhe dashamirës. Sot jemi mbledhur në kishën e Zemrës Krishtit për të kremtuar një ngjarje shumë të veçantë. Ngjarje rrallë e bekuame, 50 vjetori i shërbimit meshtarak Domnosh Xholaj. Kur them 50 vjet duket si shumë, po kaq ka bë Domnoshin shërbim të Zotit, kishës e popullit, fesë e atdheut. 50 vjet lutje, sakrificë, predikim, rrëfime, pagzime, martesa, ngushëllime dhe shpresë. 50 vjet që kur nuk e kërkove lavdin tënde, por të Krishtit. Punove që Krishti të njihet ndër ne, të dashurohet dhe të jetojnë zemrat tona. Sot, pavarësisht dhuratave që mund sidhen dhe vlerës tyne, ato mbeten simbolik, sepse ti e dhurata e madhe, ti e jeta e ba me dhurat. Jeta jote nuk ka kene letë, që popull ka për t'i kujtuar kur do hera tentatet që janë ba kundër teje Domnosh, duke tentuar të vrasin edhe në momentin që ishe duke thënë meshën e shenjtë gjatë viteve të 90-ta. Ti luteshe ndërsa griza ishte në gjumë. Ata që donin të heshtin zanin e bariut nuk arritën të shuanin misionin e ti, sepse ti Domnosh nuk matësh me sa vite ke jetua për vetën, por me sa vite ke jetua për tjerët. E pa dyshim që ti ke prekur mira zemra besimtarësh. Është emocioni veçantë kur jemi përballë martirit gjallë. Shën Pietri Mall 3 herë mohoi Zotin përballë frikës dhe kërcënimit kohës për jetën e tij. Kurse ti Domnosh përballë kërcënimeve, fortunave të kohës, për asnjë moment nuk e mohove, as nuk e tralltove Zotin. Gjithmonë je zgjetur pranë njerëzve në nevojë, pranë fëmijëve kur hollën hapat e parë në fe,
pranë trive që kërkonin drejtim, pranë familjeve në sprova, pranë të moshuarve në vetmi, pranë sëmurve në vuajtje, pranë atyne që kjanin e që kishin humbur shpresën. Fjalët tua ishin ushqim për nevojtarët. Dashur besimtar, Domnoshi është dëshmitar se dashuria e Zotit është më fortë se frika, më fortë se urrejtja e më fortë se vdekja. Ti je drita që vazhdon drejtoj. Sa herë jemi takua bashkë, e që sigurisht janë qindra herë, gjithmonë ka kënë kënaqësi me të dëgjua. Shëmbulltyrat që ke sjell kanë kënë ushqim për shpirtin e njeriut. Faleminderit Domnosh për besimin tuaj. Faleminderit për guximin tuaj. Faleminderit për sakrificat që vetëm Zoti i njeh plotësisht. Faleminderit që nuk u dorëzuat në kohë të vështira. Na fal Domnosh që shpesh nuk të kem kuptua. Falje pa dijen tonë, sepse nuk kemi di çka bëjmë. Let jehojnë këto fjalë si rrezë mëshire sot, në përqiell, në mënyrë që të detyrojnë kryenzullin Mikel të ulë shpatën, Gabrielin Çaj, në mënyrë që mëshira hyjnore të triumfoj e të vuloset falje e mëkateve që kemi bën ndaj teje. Sa herë që jemi takua bashkë, teme përhershme ka kënë malësia. Thuhet se kohënat e vështira kanë krijuar njerin e fortë. Kohënat e vështira në për cilat kanë kaluat partë tanë, kanë krijuar marrësorin e fortë, tegër, jo tolerant, që nuk i bindet as kujt tjetër veç Zotit, gjithmonë i gatshëm të flijoj jetën e vet për liri e ideal. Ta marrësor të fortë krijuan kohëna më të mira, sepse flijuan jetën e vet për liri. Ban sakrificat më sublime të mundshme të shenjes tyre. Kohënat më të mira filluan që pas lirisa dhellë dhe luftrave botërore, malësorët të shkojnë në shkollë, të mësojnë shkronjat e alfabetit, tabatit, mirdis për endoqit, duke u shkollua malësorët, sidomos në 3 dekadat e fundit, kur filluan dalin nga rreth ynë, pam botën e re, pam që popujt në vendet tjera kishin histori dhe kulturat e tyre, cilat dalonin rëndësisht nga të tonat. Dhe filluan të lakmojnë zane huaj, duke thyer e lloj rregull Zotit, që gati 6.000 vjet më parë i kje dërzua Mojsiut në malin Sinaj. Lakmuam zane huaj dhe ikëm nga vendi ynë, duke lënë zbrasti që asnjë armik më parë nuk ja kishte bë vetes ynë. U treguam doht dhe në këtë mënyrë përsëri malësor krijuan kohënat vështira për veti, duke përmbysur çdo gjë që kishin sakrifikuar parë tanë. E në këto kohëna të vështira, Zotit ka dërguar ty Domnosh në udhëheq 50 vjet. Domnosh me kofti malli Zot, Zoti qoftë mburoja jote në çdo hap të jetës tënde e shekullosh ndër ne. E përpara se ta mbyll, kam e lloj porosi nga Instituti Shqiptar Amerikan me Selin Shtetet Bashkuara, i themeluar nga Joseph Dedvukaj, Palok Camaj, Koli Vanaj e tjerë, të thurojnë Domnoshin për 50 vjetorin e meshtarisë. Faleminderit. I dashur Domnosh, të dashur vëllezër e motra. Kam kënaqësinë të jem të jetë masë e nderuar për këtë mundësi që të përfaqësoj grupin e shoqatës Aksioni i Rinisë Shqiptare Pjetër Bogdani nga Prishtina në këtë përvjetor të artë të Domnoshit. Në periudhën dikun prej vitit 1992 apo 93, kur zyrtarisht e formuam shoqatën Pjetër Bogdani, e deri në 10 vjeçarin e parë të këtij shekullin,
në mbikëqyrjen dhe leadershipin e domnoshit, e kemi zhvilluar në Prishtinë aktivitetin me të cilën i kemi dhënë shprirt të qytetit dhe kemi dhënë shpresën rinisë së Kosovës. Kjo shoqat ka qenë një produkt i veçantë i famullisë së Prishtinës, sepse me aktivitetin e saj plotësonte një boshllëk të punës me rinin. Por mbi të gjitha, ishte hiri hynor dhe shpirti sinqert i dhurimit të njëri tjetrit. Ky karakter i shoqatës sonë, ende sot e kësaj dite, nuk është përsëritur në Prishtinë. Dhe personalisht në zemrën time kam nostalgji për këtë. Shoqata ishte pra produkti i 3 ndikuesve. Së pari duhet të kemi parasysh se vetë shpirti shenjtë e ka dashur këtë shoqatë dhe e ka udhëhequr deri në çastin kur e heshti angazhimin e saj. I dyti ndikues është roli i domnoshit si asistent shpirtëror, si mësues i ynë i psikologjisë dhe si përkrahës e stimulus i përvojave tona për jetë. I treti ishte grupi i rinis i cili u mishërua me këtë ide. Sot më tepër dëshiroj të flas për domnoshin. Domnoshi nuk është person i rëndom. Pa dashur ta glorifikoj, dëshiroj të ceki vlerat e tij. Sepse vlerat e domnoshit duhet të shënohen në historinë e popullit dhe në historinë e kishës katolike. Armët e domnoshit janë heshtja, mendimi i thellë, modestia dhe përvujtëria, sinqeriteti dhe përkrahja ndaj besimtarit. Të gjitha këto sot që i mungojnë stereotipeve shoqërore. Domnoshi dëshmoi shumë virtyte në mes tjerash përkrahjen. Se cilën herë kur na kanë rënë ndërmend një ide për ta bërë, vallëzim, parti, shëtitje, ligjerat, botim, çka do, domnoshi thoshte po, gjithmonë domnoshi thoshte po, vazhdoni. Ai kishte shumë besim te ne. E dinte se ne do t'ja dalim mbarë. E paramendoni ju vetën sot, sa prej jush përkrahen nga lider tuaj. Pastaj në debatet dhe predikimet e domnoshit, është i pazaventueshëm, sepse pa imponim e përcjell porosinë e thellë, të përpunuar me zell dhe domethënëse. Çdo fjalë e tij është me peshë, çdo tregim i tij është një shëmbëltyr, sikur ajo e Krishtit. Dhe të tjera, ndoshta aftësia dhe vlera më e madhe e domnoshit të cilën ai përcjelli te ne, ishte sjellja me të tjerët. Mënyrën si ta komunikojmë atë sjellje të virtytshme me grupin. Formati i pranimit të tjetrit ashtu siç është. Pa dallime dhe ndërtimi i skuadrave duke u bazuar
në këto vlera. Domnoshi ishte shembull në këtë metodë, por edhe na mësoj neve që sot ne në vendet tona të punës e përdorim metodën e domnoshit dhe na sjell shumë dobi. Së fundi dëshiroj të jap një dëshmi të rëndësishme për kishën tonë, e ndoshta edhe më gjë. Bashkëveprimi ynë me domnoshin u zhvillua në frymën e një dashurie të thellë. Asaj dashurie që dëshmon prezencën e hirit të kyt, e cila e sinqet në veprimin jep mirëkuptimin naiv dhe besimin dhe vullnetin pa interes. Kjo dashuri është ende prezente në zemrat e shumë anëtarëve të shoqatës dhe dëshmon vlerën e kishës sonë, që ne duhet ta duam njëri tjetrin, pa kushte. Ashtu, si që jemi, e si që thot Papa, në unitet, por në dallime. Këtë dashuri e kemi kultivuar far leadershipit të domnoshit. Domnosh e di se je modest dhe fjalët lëvdëruese nuk lënë përshtypje. Por e ndjeva një ndjenjë se më duhet të theksoj sadopak diçka. Dua të them se ke qenë, se je dhe se do të mbetësh gjithmonë në zemrat tona. Sa kohë kemi kaluar me ty, është një nga pasurit më të mëdha të Zotit që na i ka dhënë me jetën tonë. I falenderojmë Zotit që të ka bekuar me virtytet që i ke, dhe në emër të gjithë anëtarëve të shoqatës, dëshiroj shëndet i jetë të gjatë dhe meshtari të shenjtë, të përkrahur nga hiri Zotit tonë Jezu Krishti. E lut Zotin që të festojmë së bashku edhe shumë jubile tjera. Urime, paqja e bekimi Zotit dhe të jenë gjithmonë me ty. Faleminderit shumë.